Unë të bëj maksimumin që Kosova të ketë sa ma shpejt institucione, mos të ketë vakum institucional dhe vendit të ecë përpara. Qenje ma përpara, ojnë ishtu kamera. Uroj që qytetarët e Kosovës në këtë ditë rëndësishme që përcakton fatin e 4 viteve të ardhshme tyre, të zgjedhin për zhvillim, për stabilitet, për të ardhme euroatlantike të Republikës Kosovës, e të largohen nga zymësia, blokada, përçarja që na ka shoqëruar në këto vite. Hollanda.